Mirë se erdhët në Dritare, një tjetër vajzë e diasporës sot, një tjetër ere e diasporës. Këtë kemi bërë së fundmi, kemi marrë shumë figura diasporës, por jemi përpjekur të përzgjedhim të rinj të cilët I njohëm gjatë takimit në samitin e diasporës, apo të tjerë që u ofruan dhe thamë dua të them diçka edhe unë. Një prej tyre është Alesia, në fakt është nëna Alesia si na shkroi, po me shumë kënaqësi të hapur jemi kushdo që të na shkruaj, dhe na tha të njohim vajzën e saj, që është Alesia Tassini, e cila jeton në Firenze dhe është 24 vjeç. Mirë se erdhe Alesia. Përshëndetje. Kënaqësi. Ku je tani, në shtëpi? Po, në shtëpinë time jam. Mami kishte shumë kënaqësi që të njihnim vajzën dhe arritjet e saj. Edhe ne jemi të lumtur ta bëjmë këtë, të njohim të gjithë në Dritare dhe të kuptojmë se si një vajzë e cila lindi në Itali, flet shqip në mënyrë të shkëlqyer, e ka Shqipërinë në zemër dhe ndërkaq edukohet, arsimohet që të na bëj krenar, sepse çfarëdo që të bësh në jetë, Shqipëria do krenohet, apo jo? Po, patjetër. Po, jam lindur dhe rritur në Firenze nga 2 prindër emigrant. Edhe është... Mos më thuaj që je nga Vlora. Po, jam nga Vlora. Po, origjinat e mia janë nga Vlora, nga qyteti I Vlorës, e bukur e Vlorës. Edhe është krenaria më e madhe, them të drejtën, duhet që prezantohem kur më pyesin nga jam, duke thënë që jam nga Shqipëria, fjala e dytë është nga qyteti I Vlorës. Dhe kam për krenari të parë. Një siklet I madh. Tani njerëzit kur më thonë që dua të intervistohem, thonë edhe pse nuk jam nga Vlora, sepse mendojnë që unë të marr vetëm po ti je nga Vlora në emision. Tani të bëj një pyetje. Ta ndjeva dialektin, prandaj të pyeta. Si ka mundësi ti ke lindur atje? Si ka mundësi që ke dialekt? Ti ke mësuar atje gjuhën shqipe? Në kuptimin apo nga familja ndoshta? Po, është një gjë që më vën re të gjithë. Faktikisht unë jam rritur në shtëpi duke më folur vetëm shqip. Si duket kam fituar dialektin nga të folurin e mamit dhe të babit. Dhe ndoshta është kjo arsye. Në italisht nuk të ndihet gjë, besoj italishtja është gjua e shkollës atje. Jo, italisht unë kam dhe italishten dhe shqipen në gjuhë perfekte, në kuptimin nuk kuptohet në qoftë se jam shqiptare kur flas italisht, apo në qoftë se jam italiane kur flas shqip. Është arrit të kthej dialektin, le të themi, në të dyja gjuhët. Sepse në një farë mënyrë ti përket të dy aty vendeve, je një italiane me origjinë nga Shqipëria apo një shqiptare lindur në Itali, të gjitha bashkë. Dhe prindërit ikën hershëm, kur ikën prindërit? Prindërit e mi kanë ikur nga Shqipëria rreth viteve 99-2000. Ju është dashur të sakrifikonin jetën e tyre për të emigruar në Itali për të na dhënë neve një jetë më të mirë. I mat ka dashur të lëri mësuesin, se ka qenë mësues fizike në Vlorë, për të ardhur këtu për të bërë një punë krejt ndryshe, edhe për të arritur të shkolloj mua dhe vllajën tim, kështu që për të na përmirësuar jetën. Kështu që kanë ikur shumë shpejt. Edhe unë kam lindur këtu. Po mami? Punonte në Shqipëri? Po, dhe mami sa po kishte mbaruar studimet, edhe ndoqi babin dhe erdhi dhe mami në Shqipëri, në Itali dhe ajo duke në Shqipëri. Kështu që të dy mbaruar studimet, do punonin, kishin ëndra, por menduan t'i lënë pak më njanë që të realizonin ëndrat e fëmijëve. Po, edhe veç sot arri dhe kuptoj sakrificat që kanë bërë, duke më njanuar jetën atyre për të na dhënë neve mundësinë e dijes, e shkollimit, edhe të një jetë më të mirë për atë kohë, se krizat ekonomike dhe nuk po ofronte një gjë shumë të madhe. Po në Firenze e gjetën veten shpejt? Dhe në Firenze tani që flasim është plot, është kthyer në një qytet populluar nga shumë shqiptarë. Shqiptarët e kanë lagjet e tyre praktikisht, kanë restorantet, baret, hotelet, kanë qendrat e tyre. Shqiptarët janë fuqishëm të qëndrojnë fuqishëm në Firenze, por jo besoj kur ata kanë shkuar ka qenë kështu, ka qenë më e vështirë, patjetër. Po, kur kanë ardhur në Itali, në Firenze, mund të them që kanë qenë shqiptarët e parë që kanë qenë me të vërtet shumë pak familjet shqiptare në Firenze, sidomos në zonën që jemi neve, se nuk jemi pikërisht në qendër, jemi çik më të distancuar, rreth 10-15 minuta nga qendra e Firenzes, se qyteti I madh ka shumë rëmuj edhe kam preferuar gjithmonë të rinë në një qytet më të vogël. Ku jeni ju? Jetoni? Neve në Campi Bizenzio. Është e di. Po, është me të vërtet shumë afër. Edhe këtu në fillim fare nuk ka patur, mund të kanë qenë 2-3 familjet shqiptare,
tani janë popullsuar, janë shtuar jashtë mase. Është gjë e mirë në një anë, po që tregon që emigrimi ka vazhduar, kështu që nga ana tjetër për Shqipërinë nuk është edhe një faktor që vazhdon. Ndërkaq u shkollove atje, bëre si që ka qenë shkollimi yt? Në shkollat publike në Itali, pastaj çfarë prirje shfaqe? Unë kam patur një shkollim si çdo fëmijë italian, le të themi. Kam bërë shkollë normale, shkollë publike. Kam patur fatin që prindit e mi kanë investuar në dijen time dhe më kanë mundësuar të bëja edhe kursa ekstra shkollor kur mund të kem patur nevojë. Kam patur fatin të madh që i mat më kanë ndihmuar shumë në shkollimin tim kur kthej lodhur nga puna, që më ndihmonte duke bërë ushtrime. Si ishte kur kthej babi nga puna? Vinte shumë i lodhur, por kur më shikonte të dera me fletore dhe me sirolapës në dorë, mbetej edhe kuptonte që ishte momenti të bënte një dush, të hani në bukë edhe të më ndihmonte për ushtrimet që duhet të bëja. Se ti e prisje sepse kishe gjëra që si dije. Po, dhe dije që i dite babi. Po, pikërisht. Më shumë ishte e prisja me shumë qef sepse çdo herë që filloja dhe i tregoja programin shkollor, më thoshte si ka mundësi jeni kaq mbrapa, në klasë të dytë, në klasë të tretë, nuk duhet ishte programi më avancuar, bëni shumë pak, nuk vete mirë. Edhe kur nuk arja do të bëja një ushtrim që për në shkollë ishte ushtrimi më i vështirë, po për babin tim ishte ushtrimi më i lehtë, ndjesha keq se thosha jo, babi ka thënë që duhet isha më avancuar në matematikë. Edhe më zje prisja që të më ndihmonte. Isha me të vërtet shumë në ankth, gjithkohë thosha, mua më duket i vështirë, mos u gjej lehtë ushtrimi për babin, mos programi i matematikës në Shqipëri është më avancuar si ishte më i mirë. Edhe të them të drejtën, babi më ka ndihmuar shumë për të patur një matematikë më të avancuar, duke ndjekur një programin që ai bënte në shkollë në Shqipëri. Sepse babi nuk e la mësuesin. Ai e vazhdoi, por u bë mësuesi special i vajzës ti. Po, edhe ka lënë në mua atë pasionin për mësuesin, them të drejtën. Po, pastaj, si vazhdoi shkollimi? Përse në shkollë të mesme, pastaj si vjoj më pas? Po, shkollën e mesme kam bërë në Firenze, kam bërë liceun shkencor Leonardo da Vinci, jam diplomuar atje, kam mbaruar atje shkollën e mesme, kështu që pastaj, mbas asaj zgjedha të vazhdoja inxhinierim biomjekësore. Vjen si zgjedhje si pasojë që unë kam pas gjithmonë qef mjekësinë, por për shumë arsye kuptova që drejtimi ves fizikës edhe matematikës nuk arria dot që ta largoja nga jeta nga përditshmërinë time. Kështu që zgjedha të vazhdoja inxhinierim biomjekësore në mënyrë që të arria të përmblidhja dhe teknologjinë me matematikën e me fizikën që shumë dashuroj dhe adhuroj, edhe përmirësimin e mjekësisë, mjekësinë të avancuar, mundësinë që të shpëtojmë jetën e dikujt me teknologji që të sillin një healthy, le të themi, për popullsinë. Të sillin mirëqenie dhe shëndet për popullsinë. Por ke mbaruar dhe në fakt çfarë faze je tani? Po, unë kam mbaruar inxhinierim biomjekësore, tani po vazhdoj masterin gjithmonë për inxhinieri biomjekësore. Jam duke zgjedhur këto ditë specializimi përfundimtar, në qoftë se ta vazhdoj për mjekësi të personalizuar apo për inxhinieri tisutale. Janë duke vendosur? Po, jam duke vendosur. Janë gjithmonë në inxhinierim biomjekësore, por marrin dy drejtim çik të ndryshëm. Po, më trego pak më shumë, çfarë bëhet? Inxhinieria tisutale është po specializohet në kohët e fundit për rigjenerimeve të qellizave. Qellizave. Kështu që po, gjithë qellizat e popullit, e njeriut, në qoftë se mund ta. Tu je me familjen? Po, jam me familjen në diplomimin tim. Diplomimi. Po. Ta dita e ndryruar, domethënë, ajo është dita që ata thonë po na kthehet pas investimi që bëm, ose jo vetëm investimi, por dhe sakrifica e madhe. Sakrifikuan jetë për dyert të tjera, edhe u kthye pas, ti u diplomove, unë t'ja dole. Po, është dita e parë që kam parë babin tim të preket qik, e të shikoj një lot në sy. Kështu që është dita që s'kam përtaruar asnjëherë në jetën time, është më... U dorëzua ditë, filloi çaj. Po, emocionohem dhe unë tani duke më parë kujtimin, duke më mbajtur mend çfarë ndodhi atë ditë, po. E bukur. Babi për gocën që lëshon një pikë loti. Vllai është afër? Vllai, po, kam mamin dhe vllajin. Vllai është çik më i vogël se mua, është 19 vjeç. Tani është në vit të fundit të shkollës së mesme, edhe është duke zgjedhur universitetin. I pëlqen shkolla aty?
Po, edhe vllajën e kemi drejt lëndëve të matematikës e të fizikës. Babi pas ka vendosur kufi të fortë. Vërtet, na njeri thot mami, u si të ngjajtën të dy vetëm për matematikë fizikë kam, se mamin e kam më drejt ato lëndeve humanistike, to lëndet më s'ka që po mami u tregua e shkathët, tha të flasi pa goca, tha njeni gocën time. Jo, mami është ajo që na ka ndihmuar në krijimin e kulturës tonë, në edukatën tonë, se ajo që ka punuar shumë në shtëpi për prezencën tonë si njerëz. Babi mund të na ketë trajnuar shumë matematikën, fizikën, mund të na ketë ndihmuar në ca ushtrime shkolle, edhe them të drejtën ka sakrifikuar më shumë jetën e vet për ne. Por pa ndikimin e mamit në shtëpi edhe pa prezencën e mamit në shtëpi nuk do të ishim këta që jemi sot. Që kam punuar qik bashkë të dy. Sa mirë zemër, është hera e dytë tani që kam një vajzë të rej që falenderon prindërit, kisha 2 fëmijë të vegjël 15-19 vjeç që falenderonin mamin dhe babin, që prisnin kur ata venin në kurse, që shoqëronin në kurse, që sakrifikonin për ta, dhe ja një vajzë tjetër. Kjo është gjëja më e mirë, ta themi me zë të lartë atë që ndjejmë, se kur do e themi, kur të mos jenë. O, sa më kanë ndihmuar mami im, sa ka bërë për mua. Jo, tani ka nevojë ta dëgjojnë ata. Këtu jeni diku me pushime të vegjël. Po, jo, këtu jemi në Valbon, po nuk gaboj, në Shqipëri. Në Shqipëri. Se ne, po s'gaboj po, kemi shumë të vogël po, atje jemi, se ne nuk vim vetëm gjatë verës, po frekuentojmë shpesh verës. Këtu po s'gaboj duhet të kemi qenë... Po, vini në Shqipëri, në Shqipëria është zgjedhje e rëndësishme gjatë vitit, nuk është se mungon. Po. Unë jam rritur, shumë kam qenë e vogël 2-3 herë në vit jam në Shqipëri. Ka ardhur si pasojë nga që kemi akoma gjyshrit, njerëzit, familjarët tanë, kështu që kemi pas nevojë të takonim. Ku janë në Vlorë? Të gjithë në Vlorë? Në Vlorë i kemi të gjithë. Ku banojnë në shlagje në Vlorë? Në Skel, ne jemi skelar. Wow, skelar. S'ka më, jeta mam lënjata. Edhe unë shu pyetje, po nga të kemi, po nga ke shpinë, ku shërinit. Po se ti me këtë buzëqeshje diellore, kështu të bën të ndihesh në shtëpi dhe të flasësh në mënyrë familjare. Këtu janë në Firenze, besoj. Po, këtu jam në kolinat e Firences. E mendon ndonjëherë kur shikon këto kolinat, po pse nuk është kështu në Trajgjas? Po pse nuk po bëhet kështu në Vlorë, apo thua do bëhet edhe në Vlorë kështu? Jo, unë shpresoj shumë që të bëhet. Edhe shpresoj shumë që kam parë që Shqipëria ka evoluar shumë në këto 10-15 vjet të fundit. Edhe shpresoj që të arrit të bëhet edhe Shqipëria në një mënyrë të tillë. Ka disa pika akoma që duhen përmirësuar për mirëqenien e popullit, por që nuk vë në dyshim që ka për të arritur për të bërë. Jemi një popull i madh, jemi një popull që do shumë që të arri ku duhet të arri, edhe besoj që do ja dalim edhe neve që ta krijojmë një mend të tillë. Tani do më tregosh përsëri atje ku u larguam, pra tek momenti që po më tregoja për shkollën. Pra si funksionion tamam lëndët që ti je dedikuar? Po, unë fillimisht viti i parë që shkollosh kemi bërë është në inxhinieri, është një vit e përgjithshëm, kemi matematik, fizik, kimi, biologji, fiziopatologji. Kështu që një mix midis lëndeve shkencore klasike, po edhe ca cene të lëndeve mjekësore se na duhen për bazë, pa ato nuk mund të vazhdojmë. Edhe mund të zgjedhim pastaj, si po ndodhej në këtë periudhë që duhet të vazhdoj për zgjedhje, në qoftë se duam të specializohemi vetëm në atë që janë robotics, kështu që është më pjesa e roboteve dhe aplikimeve dhe protezave me ndihmën. Ose është kjo inxhinierisë tistutale që është një shkencë e re, le të themi, nuk është pikërisht shkencë, është shumë e shëmtuar ta definojmë kështu, por që është një avancim për rinovimet e qelizave që mund të ndihmojnë në rast se mund të kemi ndonjë sëmundje ose po studiohet tani për të rigjenerimin e lëkurave në raste mund të ketë djegje. Janë shumë aplikacione të ndryshme, ose edhe kjo e mjekësisë e personalizuar që mua më pëlqen faktikisht, sepse edhe tezën për diplomimin që bëra në këtë e kam çuar para dhe e kam përfunduar, edhe janë gjithë... Për këtë e ke pasur, për mjekësinë e specializuar, për personalizuar? Po, për imaging. Unë bëra
kam bërë segmentazione del fegato, I themi neve, është një mëlçia fegato, po zgaboj, është analizimi I mëlçisë, ku mund të jetë tumori, ku vën gjithë venat principale dhe venet sekondare, për të arritur për të kuptuar para operimit, ku gjendet tumori dhe për të arritur të mjeku të operoj sakt pa cënuar ndonjë pjesë që nuk duhet të cënoj. I gjithë kjo midis një takut, kur pacienti ka bërë një tak, neve arrim me një program që kemi realizuar të transmetojmë në mënyrë tridimensionale mëlçin, me gjithë tumorin që mund të ketë brenda, edhe mjeku duke spostuar ca ase, mund të themi, arrin edhe në mënyrë tridimensionale me një vizor të shikoj ku tumori prek mëlçin, ku tumori prek venën principale, ku është që unë gjatë operimit mund të prek apo mund mos të prek, mund të me bisturin mund të vete apo nuk mund të vete. Kështu që është një përmirësim preoperacioni, kështu që japi mundësim kirurgut të arrijë të analizojë më mirë stadin e sëmundjes, të arrijë të analizojë më mirë ku ndodhet tumori ose vena, edhe të kemi një operim që të përfundoj me suksesshmëri, të mbaroj në mënyrë të mirë. Po, sa interesante. Më vjen keq sepse shipen e mbas në mënyrë teknike. E pasuron madje. Përpos që fjalët që ti thua për kas një gjuhë teknike mjekësore, kuptohet që aty do kemi edhe latinisht, do kemi nga të gjitha, jo vetëm shqip. Po. Dua të kuptoj këtë gjë që të pëlqen më shumë kjo, pra do dohet të specializohesh. Po shumë interesante do ishte, sepse vërtet, më thënë, edhe, si me thënë, unë që kam frikë nga gjaku, më pëlqen mjekësia, por kur më thanë që mund të bëjsha mjekje, po do shkruaja gjakut me rroba, dhe jo patjetër do shohësh gjak, madje ti mund të bësh një parandalim ose një përcaktim të drejtë të gjës që operacionet dalin me sukses. Dhe pastaj të mos çuditemi kur mbaroj dhe të themi në dorë të Zotit. Jo, është në dorë të atij që e shikon në mënyrë të drejtë ku është dhe ku ndodhet. Bravo. Po ndërkaq, bëni stazh, shkoni punoni diku, aktualisht jo, se është vitin tjetër që mund të fillojmë të bashkëpunojmë me ndonjë aziende të bëjmë ndonjë stage, por unë në gjithë këto vite këto 2 vitet e fundit kam punuar, kam bërë një punë part-time, pavarësisht universitetit, për të krijuar dhe kurrikulum tim, edhe për të patur çika të lirinë ekonomike time, le të themi, edhe për t'ju ardhur në ndihmë çik prindërve, se arrin mosha e vet që nuk mund të jesh gjithmonë një peshë ndaj tyre. Edhe po pesh nuk je asnjëherë, se është gjë e parë që më kanë thënë gjithmonë në jetën time që kur flitet për dije, nuk je asnjëherë pesha jon. Por që pra për të patur atë lirinë time kam punuar part-time, pavarësisht stageve që aktualisht nuk mund të na mundsoj shkolla. Vitin tjetër do na japi universiteti. Ku ke punuar? Unë kam vazhduar faktikisht gjurmën dhe mësuesisë të babit, se jam profesoresh në një institut për lëndet STEM, që janë lëndet matematik, fizik, informatik, duke përfshirë dhe inteligjencën artificiale. Kështu që në shkollë të mesme, kështu që kam vazhduar. Në shkollë të mesme ke dhënë mësim, domethënë të lejohet, edhe pse je tani në vazhdim, të lejohet japësh mësim. Po. Dhe ke dhënë çfarë the, dhe robotik më duket se the? Matematik, fizik, informatik edhe inteligjencë artificiale që e përfshin. Është futur si lëndë inteligjencë artificiale? Është futur si lëndë? Pikërisht, objektivi jonë edhe si institut është që ta fusim si lëndë, edhe po në rregull nuk është, për të arritur dhe për të mbrojtur nxënësit nga gjithë dinamikat negative dhe jo të bukura që mund të përcjellë inteligjenca artificiale. Në një leksion mua tani me që je për inteligjencën artificiale, unë për shembull jam një njeri I varur nga inteligjenca artificiale, nëse mund të quhet, kuptoj. Unë ri gjatë çfarë kam bërë unë pyetje të fundit në chat për shembull. Përse e kam pyetur chatin? Një sekond. Simfonia e 10 e kam pyetur e Beethovenit, sepse e ngatrova, I thash dikush është gëzimi, po tha I gëzim, unë nuk e keq kuptuar, unë e kisha fjalën Simfonia e 10, tha I është gëzimi, e kisha gabim, e pyeta, më doli që I kisha gabim, nuk që. Pyetja tjetër. Një sekond. Caption I fuqishëm, përgjigje Olga, ikonat që mbijetuan, thjerza, recetë thjerza, është praktikisht gjithë jeta ime është në chat, lumë kush do më kontrolloj çfarë bëj gjatë ditës, se tani besoj të gjitha këto që shkruajmë janë
Jo, janë gjëra pozitive, po, janë gjëra pozitive. Jo, pozitive janë, po janë domen publike kanë fjalën, gjithkush mund na i shofi çfarë shkruajnë. Po, le të themi, thohet jo, por në fund fare po, dikush arrin gjithmonë që të gjej çfarë po shkruhet. Kështu që nga çfarë duhet të ruhemi? Së pari nga privatësia, pra nuk ka privatësi. Duhet ta dim këtë gjë. Po. Edhe si e dyti për nxënësit që ne punojmë shumë, është mos të kesh besim të verbët ndaj inteligjencës artificiale, se mund të gaboj. Po, sepse ajo dhe gabon, patjetër. Po, më ka ndodhur personalisht që gjatë një nxënës kishte gabuar në provim një ushtrim, edhe kuptoi që nuk ishte bërë nga ai, po ishte bërë nga një inteligjencë artificiale, se një njeri që ka studiuar arrin dhe kupton kur e ke bërë ti apo ka bërë një inteligjencë artificiale, sidomos për gabimin që kishte. Shumë gjëra kuptohen tani, inteligjenca është e kuptueshme për ato që përdor, për gjuhën perfekte, për asnjë gabim, për përsëritjen që tani mua më duket, dikur më pëlqente ajo përsëritja e frazave, tani më duket si e bezdisshme. Do të thënë artificiale. Artificiale. Nxënësit nuk të besojnë. Unë debatova duke thënë ke gabim, dha e mori, duke më thënë jo, nuk je ti mirë profesore, nuk vetëm mirë profesore, nuk është kështu. Mbas 5 minuta të mira që po debatonim, gjithmonë me tona të ulta dhe të mirëkuptueshëm, më tha, po jo, profesore, se mua më tha ChatGPT-a që kështu bëj. Kështu që doli që e kishte përdorur. Edhe që atje kemi filluar një punë shumë të fortë për t'ju bërë të kuptojnë nxënësve që po mund ta përdorni, se unë jam e para që gjatë studimeve e përdor si një ndihmë në kuptimin e pyes, mund të realizojmë një provim bashkë në mënyrë që ti të më pyesësh sikur je pedagogu im që unë të përgjigjem e të më japësh notë, unë e përdor vetë për të mësuar. A bën këtë gjë? Domethënë çfarë bën? I kërkon të bëj pyetje. Po, për shembull, mund të kem gjithë librin që kam patur për të studiuar, i karikoj librin, ja hedh, i bëj jetë librin e i them unë kam provimin. Mund të më bësh pyetje sikur je një pedagog universitar në këtë lloj argumenta që unë të kuptoj jam apo nuk jam e përgatitur? Ai fillon më bën disa pyetje, unë përgjigjem, edhe më thot, ok, je përgatitur, jo nuk je përgatitur, përmirëso këtë gjë, përmirëso atë gjë. Kështu jam e para që e përdor. Ose kur kam për të shkruar për të bërë ndonjë program të shpejtë që dua të ndryshoj gjithë emrat e një file, se duhet ta transportoj nga një në një tjetër, i them më krijoj një skript që mund të modifikosh gjithë emrat e këtij file, të më bësh njësoj. Me çfarë punon kryesisht? Me chat apo me cloud, me çfarë punon? Jo, me ChatGPT. Me ChatGPT. Po, me ChatGPT. Atë kam. Edhe po Microsoft Copilot është shumë i mirë pjesën e informatikës, duke patur atë aplikacionin gjithmonë në përduar, duke patur edhe në telefon dhe në kompjuter gjërat salvohen edhe preferoj chatin. Preferon chatin, po. Edhe unë tani që po mendoj ta ndroj se ç'kam një si lidhje me të. Të vjen keq, më duket sigurisht. Vjen keq të nda. Po. Ai më merr lekë muaj, ua vjen keq të nda. Kur vjen ndonjëherë në muaj, kam bërë abonimin se më duhet, që përdor shumë në universitet, përdor shumë në punë, përdor shumë në përgjithshmërinë, po gjithmonë në mënyrë healthy, në mënyrë të saktë, mirë, pozitive. Kam bërë abonimin e chatit, edhe kur vjen ajo pagesa muaj për muaj, them këtë muaj nuk do e rinovoj, do e fshi, nuk e bëj. Pastaj ko 5 minutash më duhet edhe një gjë, them okay, hajde se po e rinovoj prapë. Kështu që do vjen me të vërtet keq ta heqësh. Pra edhe profesori është e lidhur, jo vetëm nxënësit. Kështu që tani që ka hyr, po të mësojmë si ta përdorim pa na bërë dëm. Po. Kjo është objekti më i rëndësishëm, që ta kuptojmë si ta përdorim pa bërë dëm. Sidomos në moshën e adoleshentëve që kemi të bëjmë në shkollë, krijohen tani fotot, arrin alterojnë fotot, modifikojnë fotot, mund të krijojnë gjëra pak të këndshme, edhe është me të vërtet një punë shumë e madhe që kemi mbrapa. Të gjithë si kolegë punë mundohemi që ta anashkalojmë sa më shumë si përdorim, por jemi të para që përdorim edhe të kemi thënë, ok, ka ardhur momenti që t'i lëm ta përdorim, po ta përdorim në mënyrë të mirë, jo në mënyrë të keqe. Jemi dorëzuar, pra domethënë të la bashkëshoroj. Unë e kam menduar hershëm në fakt kur bëj fjala për gazetarinë, edhe këtu tek ne në dritare kishim këto dilema tona që kush e bën më mirë.
Dhe unë kam thënë e bën çati më mirë se njeriu për mbledhjen, lajmin, bashkimin e gjërave, ne duhet vetëm ta kontrollojmë, mos ja lëmë në dorë të jetë e sigurt. Na duhet kontroll dhe na duhet të shtojmë njerëzore, domethënë jam për një lloj përpunimi, por kur s'ke kohë kuptohet, për mbledhjet i bëjnë ta. Dhe shumicën e gjërave ne punojmë me çat tani, domethënë duhet ta pranojmë. Nuk ka punojmë në montazh, por kryesisht programet i bëjnë vetë reelsat, por njeriu e pyet ende njeriu këtu te ne. Nuk mendoj që do jetë një çudi e madhe kur chatbotet do pyesin njerëzit apo se njëri tjetrin, domethënë këto do janë gjëra që do ndodhin rrugës, ne duhet vetëm të mësohemi, të përshtatemi, ti përdorim për të bërë më të mirë ne. Domethënë dhe jo për të bërë të varur ose ku diun se çfarë. Domethënë sikundër në mjeksi për shembull. Unë nuk mendoj që në chat zbulohet sëmundja jote. Mendoj që ti ngatrohesh, nëse se së pari një çati ka këtë gjë. Inteligjenca artificiale kërkon që ti të bësh pyetje inteligjente, që të marrësh përgjigjet të duhura. Kështu që fare edhe a di të pyesësh. Sepse mund të ngatrohesh kur duash, sidomos për sëmundje, për ilaçe, nuk mund ta bësh këtë, është e gabuar, mendoj. Po. Gjë e parë që neve mësojmë është që çati të përgjigjet në bazë inteligjenca artificiale të përgjigjesh në bazë të pyetjes që ti bën. Kështu që më i saktë janë në pyetjen që ti formon, më më perfekt je, aq më mirë do e kesh përgjigjen. Kështu që po, varet gjithçka nga përgjigja që bën. Ja, është okej. Doli thjesht një foto në plazh. Nga inteligjenca artificiale shkuam ke kohët reale. Këtu jeni në plazh? Po. Edhe po kënaqeni në Vlorë apo në Itali? Jo, këtu jemi në Shqipëri, nuk jemi po s'gaboj, jemi në Borsh, po s'gaboj. E më Vlorë është andej, lëre që thonë. Vlorë është. Po. Qa mrekullie. Jam me babin. Sa deti kemi, o zot. Nuk e di. Unë sa herë që duat më sytë në një moment të paqt, mendoj Karaburunin edhe Sazanin. Ja, ku ke qenë ti? Normal. Këto vendet ku shkohet me varka. Sepse të andej janë tani gjithë plazhet e bukura. Që do bëhem pis, po vazhduam kështu. Po të mundohemi në gjitha mënyrat që t'i shërbejmë, që t'i mbajmë pastër, jo vetëm t'i promovojmë, se tani i din të gjithë. Besë s'ka italian në Firenze që se di që bëhet në Vlorë, për shembull, dhe duan të vinë. Kur kam qenë më e vogël, pritet në fillore deri në klasë të 6, të 7, të 8 që ishin shkollet medje, kur flisja gjithmonë për krenarin të madhe, me krenarin të madhe për Shqipërinë, që ju thoshja jam shqiptare, jam nga Vlora, shumë herë më thoshnin ku është Shqipëria, apo ç'a është Vlora, nuk kuptonin, nuk dinin as ku binte në hartë Shqipëria dhe Vlora. Edhe tani, kur dëgjoj shoqët që kam patur, apo shoqërinë time që thonë, kemi organizuar, do ikim një javë në Shqipëri, do ikim një javë në Vlorë, një shoqja ime kishte bërë turin në Berat, Gjirokastër, Vlorë, Sarandë, edhe çuditem se kanë zbuluar edhe gjithë italianët Shqipërinë tonë të dashur. Po e njohin tani, po e njohin mirë edhe në këtë mënyrë, sa më mirë ta njohin Shqipërinë, aq më mendim të ndryshëm tjetër do kem për ne. Se ne përfaqësojmë patjetër vetëm, po dhe vendi nga vim na përfaqësojnë. Kështu që ti ndihesh me siguri shumë mirë kur të thonë që je nga Shqipëria tani. Po, shumë krenare kam qenë dhe shumë krenare vazhdoj jam. Si do të jetë? Kur kam qenë klasë të 6, prima media, mami vajti foli me mësuesën time për si vazhdonte rrugtimi im shkollor, si isha në shkollë. Edhe sa ishte ulur nuk e la kohë as të pyeste për shkollën, se sa i tha duhet të bëj komplimenti, duhet të bëj kompliment për vajzën tuaj që flet me ka shumë krenari për Shqipërinë dhe për vendlindjen tuaj. Flet për të sikur të ishte New Yorku apo sikur të ishte një Londër, një qytet shumë e madhe. Edhe përkundra sikur fëmijët e emigrantëve të tjerë ndjen çiksi më të shtrydhur dhe evitojnë të flasin për vendin nga kam prejardhjen. Tani që shikoj sa e dashur është Shqipëria, them kam pas të drejtë unë që flisja me kaq shumë krenari. Kam pas të drejtë prindit e mi që më kanë folur me kaq krenari. Po s'folem ne, po se mburëm ne gjën tonë, si do t'i bëjmë ta mburin ata? Kështu që nga ne fillon e para. Me sytë që e shohim ne, do e shohin dhe ata. Po. Kështu që mami ka punuar shumë mirë, jo vetëm babi. Me fizikën, po dhe mami me dashurinë edhe me tregimin e dashurisë për Shqipërinë.
Po, më kanë folur gjithmonë me krenari, me dashuri, më kanë treguar gjithë kulturën të Shqipërisë, më kanë çuar në gjithë qytetet, në gjithë vendet më të bukura të Shqipërisë, që kam qenë e vogël. Edhe nga 2-3 herë rresht më kanë çuar, kështu që edhe më kanë dhënë mundësinë që ta zbuloja 360 gradë dhe ta çoja para me krenari. Gjëja më e mirë që kanë bërë është që më kanë folur shqip, që më kanë blerë abetare kur kam qenë 5 vjeçe. Edhe më kam blerë fletore pune për të mësuar që ta shkruaja gjuhën shqipe. Edhe më vjen shumë inat, le të themi në thonjza, edhe më vjen shumë keq kur hap televizorin shqiptar, edhe dëgjoj që në 4 fjalë 3 janë anglisht, 1 është italisht, edhe ndoshta e 5-ta është shqip. Sepse besoj që populli shqiptar po humbet shumë gjuhën shqipe, edhe nuk është e drejtë ndaj atyre prindërve emigrant që kanë emigruar dhe kanë insistuar që fëmijët e tyre të flisnin gjuhën shqipe. Nuk është e drejtë ndaj komunitetit, ndaj popullit arbëresh që ka ikur këtu dhe 500-600 vjet më para, edhe vazhdojnë dhe flasin gjuhën shqipe, dhe ti kur i pyet çfarë flet të përgjigjen unë flas shqip, se mund kështu flasin. Edhe nuk është e drejtë, që do doja shumë që në Shqipëri, përveç krenarinë e vendit të bukur, vendin e bukur që kemi, po të fillojnë të kishin prap krenari për gjuhën shqipe, ta flasin prap sakt gjuhën shqipe. Faleminderit. Se po flasin. Shumë kënaqësi kur e dëgjoj thënë kaq bukur. Faleminderit. Më tregon në fund për ëndrat e tua për dijen, si e mendon, derisa do vendosësh ku do specializohesh, çfarë ëndre ke më pas, si vazhdon? Ëndrat e mia janë dy. E para është që të arria të vazhdoja mësuesin, po në universitet që të bëhesha pedagoge në Firenzen tim të dashur, por është një rrugtim shumë i gjatë, është një rrugtim që ka nevojë për kohë, ka nevojë për disa angazhime ekstra, se sa të mbaroj edhe specializimin e të arri të futem në një azient, qoftë në një vend tjetër, në Londër, në Zvicër, në Amerikë, kudo që të jetë. Urat e botës ku mund të arrijnë janë shumë të mëdha. Edhe ëndra tjetër që lidhet me realizimin e punës është të krijoja një startup me kolegët e mi universitar, e flasim shpesh, duher kemi një ide, kam 2-3 shoqe në fakultet që kur flasin themi po sikur të krijonim këtë, po sikur të krijonim atë. Jemi akoma në fazë studimi. Kur kemi filluar universitetin, imagjinonim të arrinim të krijonim ndonjë aplikacion që ti të flisje shqip, edhe shoku t'i vente me njëherë anglisht përkthyer, kështu që të kishte një përkthim direkt. Tani është e realizuar, kështu që duhet të angazhojmë që të realizojmë ndonjë gjë tjetër, të idealizojmë ndonjë gjë tjetër. Edhe gjithmonë në botën e inxhinierisë biomjekësore për të arritur e për t'i dhënë një mënyrë të re të mjekësisë, një mjekësi të re botës. Kjo është. Një mjekësi të re botës, në mënyrë që të jetojmë edhe të plakemi, dhe të ndahemi nga jeta në një mënyrë dinjitoze, me ndimin e një mjekësie revolucionare. Uroj që kjo të ndodhi, uroj që të jetë e pranueshme financiarisht, çdo gjë që ti ndëron afër të pranueshme financiarisht, sepse gjëra po ndodhin gjithçka, por revolucionizohet në mjekësi, po jo, nuk është e kapshme dhe e mundshme për të gjithë. Uroj që ti të shërbesh ëndrave të tua edhe faktit që ti e di nga erdhe, nga dy prindër që sakrifikuan, emigruan në emër të dijes. Uroj që tani gjithë të dijet t'ia kthesh atyre të tjerëve që sakrifikuan gjithashtu, apo që qëndruan në vendin e tyre, sakrificisht edhe kjo. Faleminderit zemër. Shumë faleminderit juve. Shumë përqafime për mamin edhe për babin, gjithashtu për vllajin tënd. Një familje mrekullueshme në Firenze që na bën krenar me dashurinë për Shqipërinë, për gjuhën edhe me faktin që ja ka dalë t'i arsimoj kaq mirë fëmijët dhe ta duan kaq fort shqipen. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Isha me Alesia Tasinin në Firenze, edhe u kënaqa. Uroj që jeni kënaqur edhe ju. Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga janë dy kanale që janë këtu pikërisht për këtë lloj kënaqësie, që është kënaqësi njerëzore, që nuk ka të bëjë me atë kënaqësi materiale, ç'a mora unë, ç'a përfitova unë. Përfitova kënaqësi nga njoja me një individ që e do gjuhën time dhe që e do vendlindjen e saj dhe timen. Kjo është e gjitha. Ndonjëherë kënaqësitë janë kaq të thjeshta. Regjistrohu te Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, bëj një subscribe se s'të gjej gjë po e bëre. Po bëhet tani.
Ndërsa mua më gjen diçka e madhe, rrita ndjekësit dhe më tregon që ja kemi dalë, ajo që duam e doni dhe ju. Dhe ne mundemi të kërkojmë dhe të vazhdojmë përsëri të përmirësohemi, të shtojmë emisionet, të bëjmë më shumë gjëra që vlen, dhe të besojmë që i dilet edhe kështu, duke punuar.